Habit mjeku, ja sa banane duhet të hani, ja çfarë ndodh nëse i hani për 30 ditë. Ushqimi i shëndetshëm nuk është gjithmonë i shijshëm, por kur bëhet fjala për bananet, ky nuk është rasti. Sipas Bright Side, ngrënia e të paktën 2 banane në ditë mund të përmirësojë seriozisht shëndetin tuaj. Bananet ulin gjithashtu presionin e lartë të gjakut, sepse përmbajnë 420 mg kalium. Bananet janë të pasura me fibra që largojnë dëshirën për të ngrënë pas konsumit të tyre. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Bananet përmbajnë një lloj niste shteje që zvogëlon oreksin dhe ju ndalon të shtoni në peshë. Ulin nivelin e sheqerit dhe rrisin gjithashtu ndjeshmërinë e trupit ndaj insulinës. Nëse qelizat e trupit nuk janë të ndjeshme ndaj insulinës, ato nuk mund të thithin glukozën dhe pankreasi fillon të prodhojë atë në sasi më të madhe. Nëse trupi grumbullon yndyrë, kjo varet nga insulina e pranishme. Anemia shkakton zbehje, lodhje dhe marrje fryme. Kjo vjen si rezultat i reduktimit të qelizave të kuqe të gjakut dhe nivelin e ulët të hemoglobinës në gjak. Bananet përmbajnë shumë hekur, i cili stimulon prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Bananet gjithashtu përmbajnë vitaminën B6, e cila rregullon nivelin e glukozës në gjak, duke ndihmuar njerëzit me anemi. Bananet treten lehtë, ndërkohë amidoni rezistent që gjendet e bananet nuk tretet dhe përfundon në zorrën e trashë, ku shërben si një medium ushqyes efektiv për bakteriet e shëndetshme. Bananet mund të hahen kur një person vuan nga gastriti ose urthi, si dhe rikthejnë mineralet e humbura kur vinë nga personat që vuajnë nga diarreja. Bananet përmirësojnë gjithashtu gjendjen shpirtërore. Ato përmbajnë triptofan, i cili nevojitet trupit në mënyrë që të marrë serotoninën. Mesatarisht çdo banane përmban rreth 27 mg magnez. Ky mineral është përgjegjës për prodhimin e një gjendje të mirë shëndetësore dhe një gjumi të shëndetshëm. Bananet janë të pasur me vitaminën B6. Mesatarisht një banane përmban rreth 20% të nevojës tuaj ditore të vitaminës B6. Kjo ndihmon trupin të prodhojë insulinën, hemoglobinën dhe aminoacidet që janë të nevojshme për krijimin e qelizave të shëndetshme. Megjithëse zakonisht mendojmë se portokalli dhe luleshtrydhet përmbajnë një sasi të madhe të vitaminës C, bananet në të vërtetë përmbajnë 15% të normës ditore të këtyre lëndëve të rëndësishme. Kaliumi që gjendet te bananet mbron muskujt nga ngërçet, ndërsa karbohidratet japin energji të mjaftueshme për të duruar një stërvitje më të rëndë. Shtimi të paktën 2 banane në ditë mund të ofrojë gjithashtu edhe një zgjidhje më të mirë ushqyese për dietën tuaj. Banania është një nga frutat që mund të konsumohet në mbar botën, më shumë se mollët dhe portokalli të marrës së bashku. Përfitimet e këtij fruti që vinë në trup janë të larmishme. Bananet janë veçanërisht të pasura me kalium, fibra, vitamina C dhe B6. Ato i bëjnë njeriut vetë mirë. Megjithatë, bananet nuk janë për të gjithë, sidomos për njerëzit me probleme të caktuara shëndetësore. Shtimi të paktën 2 banane në vaktet tuaja ditore do të luajë gjithashtu një mbrojtje më të mirë për shëndetin dhe do të lehtësojë edhe komplikacionet. Por çfarë ndodh nëse i shtoni vazhdimisht 2 banane në dietën tuaj ditore? Ekspertët thonë se konsumi 2 banane në ditë mund të furnizojë trupin tuaj me të paktën 900 mg kalium, i cili i bën shumë mirë shëndetit të zemrës, mirëmban tensionin e gjakut dhe bën atë edhe më të shëndetshëm. Sipas tyre, balancat me kripën dhe kaliumin janë të nevojshme gjithashtu për të mbajtur nën kontroll tensionin e lartë të gjakut. Nivelet e larta të vitaminës C që përfitoni nga banania, nga konsumi të paktën 2 banane në ditë, do ta furnizojë sistemin imunitar dhe do të minimizojë gjithashtu riskun e komplikacioneve. Shtimi i bananeve në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar për shëndetin e stomakut dhe sistemin tuaj tretës, për shkak të kaliumit, i cili ndihmon në rikthimin e elektroliteve, të cilat janë të nevojshme për sistemin tuaj imunitar. Bananet përmbajnë gjithashtu nivele shumë të mira të ushqyesve, të cilët do t'i bëjnë ballë komplikacioneve që i kanosen organizmit tuaj në tërësi. Ekspertët thonë se ngrënia 2 banane në ditë është një mënyrë e mirë për të kujdesur më mirë për shëndetin tuaj të zemrës. Megjithatë, kjo sasi nuk është e rekomanduar për njerëzit që vuajnë nga diabeti.
Ka njerëz që shqetësohen duke ngrënë banane dhe mund të teprojnë gjithashtu me dëmet që i shkaktojnë shëndetit të tyre. Ekspertët vazhdimisht rekomandojnë bananën si një përzgjedhje të mirë ushqyese. Me siguri të paktën një herë ju është thënë se nuk hani diçka për mëngjes, është më mirë të hani një banane, por duket se ky frut nuk është një zgjedhje e mirë nëse konsumohet me stomakun bosh. Ekspertët e Healthline cilësojnë bananën si një përzgjedhje të mirë ushqyese. Përsa koha ajo nuk konsumohet me stomakun bosh, vlerat që do t'i ofrojë trupi do ta kthejnë atë në një prej produkteve më të vlefshme ushqyese në betejën kundër komplikacioneve. Ekspertët shtojnë se konsumi i bananes me stomakun bosh nuk është i rekomanduar për situatat tuaja pasi mund të nxjisë gjithashtu edhe krijimin e komplikacioneve në organizëm. Nëse doni që të konsumoni banane në vazhdimsi të dietës suaj, bëjeni atë pasi të keni ngrënë në mëngjes. Vetëm në këtë mënyrë përfitimet e saj do të jenë të plota dhe më të fuqishme në dobi të vlerave të shëndetit dhe të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet. Bananet janë lehtësisht një nga ushqimet më të shëndetshme, të mbushura gjithashtu edhe me lëndë ushqyese të mira për mbrojtjen e imunitetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Bananet. Nëse hahen 2 banane të pjekura në vazhdimsi të dietës suaj, mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë e një shëndeti të fortë. Kështu ndikimi i saj në organizëm do të jetë më i plotë dhe gjithashtu më efektiv për mbrojtjen e organizmit. Nëse hani 2 banane të pjekura, do të merrni doza të jashtëzakonshme të antioksidantëve, të cilët ndihmojnë në kundër qelizave të dëmshme në trupin tuaj. Bananet janë një frut shumë i mirë për shëndetin. Sipas Eating Well, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni bananet në vaktet tuaja ditore. Bananet ndihmojnë gjithashtu në luftën kundër problemeve të depresionit. Njerëzit me depresion zakonisht kanë nivele të ulta të serotoninës në trupin e tyre, të cilat mund të përmbajnë edhe nivele të larta të tripofanit, i cili më pas shndrohet në serotonin. Bananet mund të ndihmojnë në lehtësimin e depresionit në këtë mënyrë dhe t'japin gjithashtu një mbrojtje më të mirë organizmit tuaj. Shtimi i bananeve në dietën tuaj do t'i japë më shumë energji trupore. Bananet përmbajnë gjithashtu 3 herë sheqerna më të larta natyrore, fruktoza, glukoza dhe saharoza, të cilat janë të pasura gjithashtu edhe me nivelin e lartë të fibrave. Bananet janë mjaft të mira për shëndetin, sidomos edhe pas një stërvitje 90 minutëshe. Nëse shtoni të paktën 2 banane në vaktin tuaj ditor, atëherë do të merrni energjitë e nevojshme për mbi 90 minuta stërvitje intensive. Bananet janë një frut shumë i mirë edhe për personat që duan të humbasin peshën e tyre trupore. Me vetëm 100 kalori në racion, bananet janë një mundësi e mirë për njerëzit që përpiqen të humbasin kilogramet e tepër të trupit të tyre. Ato gjithashtu përmbajnë 3 gram fiber, duke ju ndihmuar të ndjeni të ngopur për më gjatë dhe të evitoni gjithashtu dëshirën për ushqime jo cilësore, duke e kthyer këtë frut në një alternativë të çmuar të organizmit. Bananet janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj të trurit. Bananet lëshojnë energji ngadale e cila ndihmon trurin tuaj të qëndrojë vigjilent në një periudhë më të gjatë kohore. Nivelet e larta të kaliumit na mbajnë më vigjilent dhe magnezi ndihmon gjithashtu të përqendroheni më mirë. Shtimi i bananeve në vaktet tuaja ditore do të mbajë trurin tuaj më aktiv dhe do ta bëjë që të kryejë funksionet e tij më mirë. Bananet ndihmon në ekuilibrin e hormoneve tuaja. Përmbajtja e niveleve të larta thelbësore të elementeve ushqyes, të kaliumit dhe vitaminës B6 te bananet ndihmon humorin tuaj të përmirësohet të ndjeshëm. Bananet lehtësojnë gjithashtu shqetësimet e urthit. Niveli i lartë i kaliumit në banane ndihmon në uljen e aciditetit në stomak, ndërsa fibra ndihmon në tretjen e ushqimit, që të dyja janë thelbësore për lehtësimin e urthit. Shtimi i bananeve në dietën tuaj ditore mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për shëndetin, përsa kohë konsumohen në moderim dhe në sasinë e rekomanduar dhe asesi me stomakun bosh, bananet do të kthehen në një aleate të vlefshme për shëndetin tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme. Masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.